Trashëgimia e pasurisë kulturore, historike dhe gjuhësore komuniteteve arbëreshe mbetet një pjesë thelbësore e identitetit të mbar shqiptar. Nga feshët tradicionale tek rritet dhe zakonet e deri tek trashëgimia familjare, janë të pakta ata që vijojnë t'i ruajnë këto vlera në formën e tyre autentike. Një ndër ta është edhe artizania Elizabeth Delia, e cila i qëndron besnike traditës së trashëguar brez pas brezi. Të gjitha komunitetet kanë xhaketën tradicionale dhe fundin. Të gjitha janë të qëndisura me ardh dhe përmbajnë disa elemente tradicionale, si bleta, lulja dhe shqiponja. Ne duam ta ruajmë traditën dhe përpiqemi ta përcjellim te brezat e rinj. Ne flasim arbërisht në shtëpi dhe duke e folur në shtëpi, kjo bëhet diçka e natyrshme dhe e lehtë. Megjithatë, nga ana tjetër, sfidat për ruajtjen e gjuhës mbeten të mëdha. Arbërishtja është kualifikuar nga UNESCO si një gjuhë në rrezik zhdukje dhe është përfshirë në atlasin e gjuhëve të rrezikuara në botë. Në fillim ishim rreth 200.000 banorë arbëresh që flisim këtë gjuhë. Sot jemi shumë më pak, të rinjt nga 30 vjeç e poshtë nuk e flasin më, pra gjuha po zhduket, po bëhen përpjekje dhe ligje kombëtare, rajonale e të tjerë për të futur mësimin e arbëreshës në shkolla, por sipas meje duhet bërë që familjet të mbështeten dhe të nxiten që të flasin arbëreshën. Ndërkohë në Tiranë, qendra e studimeve arbëreshe shpesh bën përpjekje për të nxitur politika konkrete për këtë komunitet. Në momentin që arbërishtja mendojmë do të bëhet pjesë e kurrikulave të shkollave në mënyrë të detyrueshme dhe jo t'i lihet si themi vullneti të lirë të një kryetari bashkie apo një dikujt tjetër, vetëm atëherë mund të themi se kemi fituar një bitejë. Deri atëherë shteti shqiptar ka për detyrë të bëjë edhe lobime politike në mbështetje të kësaj ideje. Dhjetra arbëresh kanë mbërritur në Tiranë në kuadër të samitit të diasporës me një qëllim të vetëm, ruajtjen e identitetit të tyre.